një fëmijë, jam 19 vjeç. Aktualisht studioj në Fakultetin e Arteve, në Universitetin e Arteve. Violinën, siç thash, e kam filluar që e vogël, duke parë televizor, koncerte, orkestra të ndryshme, sidomos ajo koncerti të Vienës, që besoj të gjithë shqiptarët e dinë. Ju e dini që ditën e parë të vitit të ri, është koncerti i Vienës që ndjekim në mëngjes. Kjo është një traditë familjare që gjithmonë shikoj koncerti i Vienës. Dhe aty jam inspiruar që të bëj dhe unë si ata, të ndjekam këtë ëndër. Të pëlqen shumë muzika me violinë? Po, më pëlqen shumë dhe e kam filluar që e vogël të studioj. Kështu që gjithmonë më ka tërhequr muzika klasike edhe violina sigurisht. E ke zgjedhur të bësh këtë profesion? Kam zgjedhur të profesion sepse më jep shumë kënaqësi dhe është shumë bukur që të luash për të tjerët. Është diçka mendoj ndryshe nga profesionet e tjera. Çfarë rëndësishme është arti për ty? Mua shumë e rëndësishëm dhe mendoj që të gjithë duhet ta pretim sa do pak artin, sepse përveç nga ana kulturore që na ndihmon shumë, na hap horizonte të reja, mendoj që e zhvillon shumë edhe njeriu. E zhvillon që t'jetë me zdërthjellët, kuptoj tjetrin, të dëgjojmë shumë të tjerët, sepse të njëjtën gjë bëjmë dhe ne, kur luajmë në një orkestër ose në një ansambël, përveç se ne dëgjojmë veten se si luajmë, mundohemi që të dëgjojmë dhe të tjerët dhe të jemi më së bashku. Sa e rëndësishme është të studioni ta? Mendoj që është shumë e rëndësishme, sepse të zhvillon si njeri, përveç se kulturës që t'jep, unë mendoj që çdo njeri duhet në jetën e vet të shkojë dhe të dëgjojë një muzikë klasike ose një koncert klasik, sepse ndjesia dhe emocioni të jep shumë madhështore. Koha e violinës ka një formë si kërmill, këto janë gjelësat dhe telat që janë mila resor. Kjo është pjesa e tastierës ose bishti. Këtu poshtë kemi këto efet dhe janë të hapura sepse ndihmojnë që të depërtojnë tingullit tek publiku. Më pas është ura, mbusha dhe jastiku që ndihmon për të mbajtur violinën. Si mund t'i kuptosh ato ritmat e letra? Notat, po. Ato notat të mësohen që kur jam qenë e vogël, duket pak abstrakte për njerëzit që nuk e kanë mësuar më përpara, por është diçka që mësohet me kalimin e kohës. Dhe kjo është e bukura e muzikës, sepse nuk ka rëndësi çfarë nacionaliteti ose nga cili vend vjen, sepse të gjithë muzika i bashkon. Unë do thoja që është rëndësishme që fëmijët dhe të rinj të ndjekin ëndrat e tyre, sepse shpesh herë themi ose dëgjoj këtë shprehje, po ç'do bësh ti me violinë ose çfarë të duhet violina, por që secili në fushën e vet mund ta gjejë veten dhe mund të krijojë diçka ndryshe. Është një mendim për pension? Më pëlqen shumë si institucion, sepse përveç se i edukon fëmijët në lëndët e përgjithshme, më pëlqen edhe që të jep një vëmendje dhe artit.